Përshëndetje miq të televizionit Syri Vision. Sot ndodhemi në një shtëpi muze të Gjakovës. Ndodhemi pikërisht në shtëpinë e shpallur tashmë muze të familjes Çerkezi dhe do të bisedojmë me antaren e vetme të kësaj familje, zonjën Ferdonia Çerkezi. Zonja Ferdonia, faleminderit shumë që pranuat ftesën për këtë intervistë. I njohim shikuesit tanë në thellësi me historinë e familjes suaj. Faleminderit. Fillimisht, tregona pakës për familjen Çerkezi, nga prejardhjen tuaj edhe të Halim Çerkezi. Unë kam prejardhjen, dhe më thonë, pi familje. Baba Maloshi Qilona Komnova, nona Kolbije Pruthit, edhe jam marrë për një familjes madhe, dhe më thonë, jam motra 6 vllaznive. Edhe baba më ka përkra shumë si vajzë e babës, edhe vllazit po ashtu. Jam rejsu që rejtet mu të na qikat. E më ka martu në familjen e përgjarën e Adrejm Çerkezit. I më martu më mesit një në atë kohë. Dhe më thonë Halimi jenë edhe për një familjes madhe. Djali Adrejm Çerkez edhe nona Zelia. Ajo kollin veti 5 të vlla, 3 motra I ka pas. I martu edhe na si bashkër, dhe më thonë Halimi me gjithë mund kimi ka ju edhe na një familje për 4 djemsh. Edhe kështu që Halimi u konë Robaqep, ka këtu shkollën fillore Mustafa Bakia, gjimnazi. Për gjimnazi mëse shkollën Mari Bar, ka këtu shkollën I naltë me zanat, Robaqepsi. Për Robaqepsi se ku kemi bo fëmi dhe më thonë li artani një Armendi, se këta e kanë moshën të afër. Asar janë I mondi, kemi punu, se ku të më përnë që punoj, më nëmë pa fëmi. Edhe për Robaqepsi kemi kaluar në Qebaptore, se kur bom për më shkuar në fakultet, se fëmi dhe më thonë artani medi ka këtu shkollën fillore Mustafa Bakia. Artani ka këtu shkollën të teknikës, Armedi po në gjimnas. Po pa më si më shku, që për fakultetet, se Artani ka pas qef me studiu të teknike, me nda më shku për histori me studiu historinë shqiptare, po nuk arriti. Se u për situatën, masaj... Ishin vitet 90, vite shumë vështira. Po, qashtu. Fillimin vitit 1990, po. Edhe në atë kohë, dhe më thonë, kemi punu, dhe më thonë, bashkërë të më djemë të kemi bile Dugojnë, aty kemi qenë, masë kemi ka për Robaqepsi, se Dugojnë ku ka punuar I me Robaqep, u kone BVI-s. Masë kemi kaluën Qebaptore në Dugojnë tonë, që kemi bile, dhe më thonë, që kemi punu në bashkërë të Halimi dhe të djemë, masë edhe bërë djali të mundit, edhe kemi punu, dhe më thonë, masë e uretën Artani I menda, u bon për martes, I falem për I dit, I martum për I dit, dhe më thonë, pi 70 që ka martune, te nësë të që mi konë familje shumë e mirë. Keni punu, keni gjallënu, jeni mundu mi u bot mira dhe njerëzve tjerë, pavarësisht se e ka ndru zanatin Halim Çerkezi, ju keni pas këtë kohën të hyrje dhe dalje në për shtëpi, si familje e madhe që jeni. Erdhë viti 1998, a e ndjet që dishka nuk përshkon mirë me këtë vend, me këtë shtet? Qashtu, se 96 e kemi fol djetë, e kemi bo një farë ceremonie, po kur bo 98 unë një që janë nësën luftat në përkatune, tash I martu më nësë I prumë, vishë që I prumë më shpes kemi pas ko farë ceremonie, edhe pi 98-99 konë, se dim tënë katastrofë për shkjeve, jetë kërë herë policies në ka një rahat, asë ndërgoja se shpejt gjithmonë, te I vitin 99, 27 mars 99, si ku hinë policia serbe, edhe në morë. Erdhëm të që ditë e 27 marsit, na sfjego fillimin e ditës, si u shqutën në mëngjes edhe çka bot, kush ju erdhë? Na, një ditë për parë, 26 marse, ermik I djalit Artanit, shpiti me Maraga me gjithë nonën, nusën, motrë dhe 2 qikat vogla, erdhëm I pa
se i vakti baramit vogël, edhe mi pa mos me vetë, po bombardimet e zunë, najtin këtu atë natë, nesit ma se shi u qumë që qohët njëri me nxez, edhe dullen kushit të dhe më thonë. Që ka një tishit me 2 djemt, po më mproj gja kishëm podrum, edhe shoqja Skënder Dylhasi me Mërtazan, nusja, shoqja dhe nusja me Gjesqike, ka rëshit dhe dulli Marioki, dulli tha Rabia, Halimi tha, bërë tha ma arson të se yli për tutë të shumë. Edhe në atë këtu, flejten, kanë flejt 2 net. Me 27 mars, dhe më thënë me 26 mars, o dalë, Juli atë natë ka flejt, njësit 27 mars, e ka marrë nonin me gjithë grunë e fëmi që i patë këtu, u largun ata për shpis, na mete, dhe më thënë, une meta me bashkëtortin Halimin, 4 djemt edhe 2 nusët, me të shoqja Gani Tishit më ndohaja me 2 djemt, me Skënder Dylhasi me shoqe me nusën dhe me 2 qika dhe me këtë djale shpitimi me nonën, shoqeve edhe me motrën, me qika vogla. Kur bora 11, hinë policia. Para dita? Para dite. Edhe na kontrolu. Duka hymja podumit e duka edhe kjo. Me na kontrolu, gja që kemi rafagjatë. Ishin me maska, pa maska? Ja, pa maska ja thirë Halimi, na që të në krejtë para 2 ore ka edhe tjo, edhe Halimi për të regon. 3-4 djemë, 2 nusët, bashkëtortja, kjo është kushia, kjo kushimi, kjo karshia dhe më thonë me emen i ceki, jetë tjerë Dylhas Magasht, i Meraga, familjet, edhe thamë, rejnit asimje jeni, tha dhe me slini dhe fëgjatë. U shkun, na hi mrena petë. Najtëm, u më 4 djemë të 2 nusës, edhe familja Dylhasi, Meraga, Jetishi, Maloki. Se Maloki mas në shi ata dollen, ta pa milicia dollen, vërtet dollen, mas e neve në milicia. Edhe, pra tunë nëse na e hekëm pakat dhe zvesën që këthejnë polis, kërë bora 3 gjyqë ashtu, u këthujnë apet qatat 1 minit, pa masa, edhe në lypërijet e justimit me qumë sekretariat. I qumë aty pitë 3 gjyqët të eri, 5 hatin e kanë majtë jetë. Dhe më thënë, në të në kishim dhe, përveç që të mundë i qka thëmë vjeqë, edhe të i qika të vogla që kanë, edhe na i këthyn, kur na i këthyn, kanë qenë ledhë, se nga thëtë sekretarët, mi si prekin thëtë se, dhe më thënë, nga vynë po. Nëse ata, nga him podrum asë në najtë, ashtë do këmë pisë që kemë të najtë në sopë ditës, nga të këmë podrum, atë në podrum, i që të më karika për mu së s'kishin, këmë najtë se nga që kemi pozhina, në podrum. Masë që edhe policë erdhen, edhe kontrolu në të më thonë podrum, një pa 3, nësë kemi dishka, e morë qirë si nëmë që ndjerë në himi së dhëmë, se kemë dalë në barë, ka podrum i dalë në barë, e më shelen djerë në podrumi, Halimi tha, se më shelen, tha se kemi marë mirë, tha se si japim ma vonë. Të të pashë sërë dishka në regëll. Ishte një parandjenje keqe? Ashtu. Edhe nese, masë për i thotë Halimit tha, zhduk në tavollinën, edhe 2 fotele për Halimin dhe për një Skënderin, tha se jenë lotë të në tunë për shumë, tha dhe nga dara më najtë një rujta se bombardar në atë. Sa polici ishin? A kishte edhe mrena edhe jashtë? Jashtë, po nuk i kom pasa, po ka pas, a mrena hinë 2. 2 ka najtë para po 2 podrumin, edhe jashtë o koni pizgaver i policis, edhe hinë ata mrena, dhe më thonë, ollën tavolinë ratu, edhe ndërko përipin raki.
Halimi tha nuk kemi raki, tha, pëse të thu që s'ke raki se ti ke lokali, sa ta vazhde mi që shku kanë hangër më kanë lokal. Do të thonë e kanë ditës edhe ka majtë ka pak raki. Edhe gjithë keni tha ju thanë qëta për qëtash nuk kemi me maj kemi majtë edhe maj, po për qëtash nuk kemi. Masë i boni tha vish langë, thani tha misi pas këtë langë atë qitna, po boni zonë me emin ardhjan, dhe hajde ardhjan ti, se në shërbër një. Ardhjani i qiti soke u i shëlloshtër, une përsitëm për kafe, i pa une nejtë në bo kafe, i bona dy të mesme, ku ishtë dry pa poshtë me dhonë, njën i shpazdartë ma të tëtë, njën i ma tomën, edhe kështu që për pruna njën që i shpazdartë tëtë, ma këthej që ata që këmë botomën, tha bën me ma bu mati. Tha shpo, unë i hypa dhe një shkallë, po du mi të ashtu i hypë shkallë. Dhe më tha, unë edhe bona qështu. Tha, shakina no. Shoqët që kena aty, më ndohaja, dhe se vdije, edhe do dhja, pasat tha, shka u bo, tha shoqë, kur që tha shmirje, po pasi diska nuk ka vejnë. A kishin frikë djemët? A thashin e Jo, besa, nuk e di se, që ashtu e patar puna që, dhe më thonë vetë më dërzu për që për shlu Kosova se këtë popli ka hepi policisë. Jam burnum para kohën pasën. Qashtu. Nuk janë tutë që veç Kosova në të pështonë dhe bo dishka. Në djeljeria, se di kur tutë me do njetën, po pati këtë pas kam pas ta, më shumë shoke, edhe ta që mas të kohë kur pasat na prunë kaj 100 kg kafe, me pi një gratë edhe qokollatë për thmi se mi si ka marrë thmijet. Një do thmive. Po ndërkohë, Mërtëzaja, djali Skënderit e ka pas Mërtëzaja, më në e thjerë këtë pse, a e patë qiken në ndorë, edhe i tha, do më mbo që të ora gjarë, që ashtë të gjithë, që tha, qarë, tha, shorë qiken hatën me mo. Po pasi më marrë Mërtëzan, hini Halimi po drumin e dytë, tha me stuti, tha se mirë jemi. Edhe si në Skënderit që ashtu. Masë që durën këta, hini që kjo dragani, kërë pas punë në palat kulturës, po Ju i njifshit. unë nuk u kom një, po... Dikush tjetër i ka njohë. Po, ata, Halimi, ata i kanë njohë, po unë nuk u kom njohë, se unë sem konë në punë, po shumë pazun e vlasë Halimit, ai e ka para pa që ajo konë vetë, se mi konë adhe shpet atine, edhe tash pasat e thiri Mërtëzan se hajde tha ti me mu, edhe qiken dolin, morën Halimin, si Skënderin edhe Mërtëzan dolin, ma se i vlun masa të këthyn. Edhe ku u këthyn, hinë, tha nejmi që këja, edhe
Nuk dojtun me automat aty. Bili shoqës nënës shpendit dhe fatosit, kus kanë e tishit I gjojtën të para kome. Si që për fare, thonë, nuk kam pasje mësafir, edhe nënës artës. Ato thana ime mësafir, se si me arë këto qijasi, nëse o këtyn I morën vost. Nuk sot që I majnë që ka të reja. E moshën I gastara të ujit, dollet. O këtyn apet lipën pare. O dojtun dërë të unë me automat këtu ishin pasë dhe thikat dhe shoqës Skënder Lilhasit, që të pare, unë në vërtet për këthejna për marka se. Para se që morën halimin edhe Skënderin Mërtezan, u këtyn I morën djem me eme një thjerën. Do më thonë e thjerën Artanin, Armendin, Ardianin, Fatosin, Shpendin, Vigimin, Shpitimin, po mund të një pata për mrakë në qëtë. A që s'pat leje, me kishë pas emën, unë që atë I qëmën. Ja që pipështa. Po këtë dole në tha, ta që lëpshin edhe ja. Unë I thoshe nuk ka ma shkov të mo, se I keni marrë ta. Atëre o këtyn ta emina uqka. Lëpën pare, na nuk I dhamë, më përën ato zinetin nuk se në laza e shapate, do një njashtë, o këthy në apet, më dojtun mu, unë në atë koj këm pas 500 marka, ju qita, edhe më morën të në marshët dollën, masa neve në thënë, më në shka keni për fëmi, shkoni për Shqipni, edhe na dollën për shpis, shkum të këtëri të që koni vëse bimë muja I thëshit, apet kish pas policia të, në dhe një tha këthehi se
Edhe për thot tha, nuk e di, unë gjuhën serbishte nuk e di. Për thot tha, nështë e shku me luftu, tha jo me luftu, nuk e shku ata, se ju e keni marrë. Do më thonë, a nuk i tha që ti direkt, tha po policia i ka marrë, a i që këtë dragari më dojtë mu, tha, a për me nxem mu, tha unë jam konë, tha shune, tha me tesat uniforme, sa shpëndrojke, tha po për më kujtosh tash që një konë jo. Edhe, e kësejt për të pason, si Kasim të tha, edhe zes nëse që nështë i kanë mytë, por nuk u ku marrë vesh, diku më ka kalëzu zanëse. Edhe unë pëthon ti dragoni, thash unë nuk o kam gjerë që keni marrë, se ata du më shërby, se të njëm pa ushtri, e qda është hapat me adhon halimi, sa shumë pizerës. Tha me s'ki marrë, tha se na kemi hapa, i japim tha vetë. Edhe tha nëse mërë i vesh sonte, mi e nëse s'mërë një vesh, s'ki mi marrë vesh kohë. E shkujni tu nej, unë ja ka dhoa adrese kërëm të nej, edhe ata mu asë nuk e ndejmu, asë e nga më ka dhu asë ku janë, asë kus janë. E kështu që tragedia halimi, më të në pishtarë dhe ishin te, në të nosim i kohë, ta më në familje, që është mas mirë, po pinos të nosit, Të ndalemi pak të qaj momenti kritik kur than me hyp këta në Pizgawer edhe a pat në reagim prej juve grave dikuj ose prej fmive të vëgjel ose djalit ma të voglit e të mondit mbase që mës ma shë dorën abë ose diçka tjetër. Jo, nuk pat kur fa reagimi, e si qova të monde e boni brof, edhe morë policia, na nuk kemi piskat, pi drosë në si bojmë diçka, për mi mprojt, nuk kemi reagu hiq. Edhe shtu që jese dite, kur të shkë, receptarit e të mondit. Ditë e luftës fështira, dihet tashmë, por mbas lufta, mbas edhe ma e fështirë, kur erdhi koha e identifikimit edhe zbardhjes fatit tëne. Unë besoj se ju jeni shumë e mërzitur në këtë aspekt, për shkak se pos tragedisë që ju ka ndodhur në familje, zbardhja fatit ka vanu shumë. Sigurisht e keni një mesazh për krejt ata që kanë ndorë për zbardhjen e fatit tëne. Në 2005, kur ma u identifiku, në më të ndjallë një madhartani dhe të mondi, aty në konë edhe, dhe më thonë, edhe non të tjerët aty. Po ata nuk i kanë, ata identifiku, po nuk i kanë qitë me pikë kasti. Dhe që kanë identifiku artanin edhe të mondi, masë që e kanë zhagit. Se une në 2800 i kom ba teshat ardianit, e në mërë, kërë e mba qëra vecët e në Prishtinë, edhe nuk ma kanë qitë trupin. Edhe setën e halimit e kom pa, të armendit, edhe nuk, do më thotë ata nuk i kanë identifiku me kast. Po mesazhi jam, është që duhet që në apidine se shka ka ndodhë se, do më thonë të shka kish liviz, pishgjalli një letën, një shka isha, po në apidine që tash ata nuk janë mo, po do më thonë, me punu ma shumë sa që kanë punu, për me identifiku edhe këta shka e në metë. Do më thonë, më ka metë Halimi Bashorti, djemë Armendi dhe Ardiani, plus edhe kur shumë metë pa identifiku me dalë tanë. Mirësisht erdhë puna që ju vendoset që këtë shtëpi pronë e bashkëshortit tuaj dhe juaja njëkohësisht ta shpallnit muze. Unë mas 14 qershorit, misi Ushtjeru Gjakova. Ushtjeru Gjakova. Mas, do më thonë, na imi ka muj, misi po ta misi Ushtjeru Gjakova, na imi ardhë në shpi, gosht, qershor, koreko konë, erdhë një ushtarë, një person, nuk e në gjami pa, Marko lejnë Artani, dhe Artani është i mytën. Jënë familjarisht i mytën. Unë nuk reagova ashtu
Suko që kemi gjakami piskat, ose në fund piskat, I qova kret, hejri kaft. Nëse shkoj vllai Halimit Kasimi, Hasani, Moni dhe jo një vllai jemi, identifikuan Vrbnic. Ato kishin pas identifikuar Dëmondin edhe Artani, edhe kishin pas bo mashaj. Po unë nuk më kanë tregu, po unë o bo një farë panje, jo si ma përkyshnash, po unë I thash jenë konë 344 Gjakovas në përburgje Serbis, unë thash pa dalim mami për burgit, nuk besoj që janë, në që s'janë gjallë. Se ata që më dhanë informatat mu, unë dita që ata janë se, të më thonë, këtë ilakët e Halimit, e dini edhe ilakja e babas në, se unë gjithë më fëmive jenë koshta dhe gati kënë shtu funelar, se më të kemë bëjë, duhet më të mashe me veshkat edhe komë. Për këne nuk ka kere, edhe ata kanë di, edhe më të rëgun që shtu, unë e heshte, se ka pas ka 2 parë qarapa, thash jo, nuk besoj. Nëse unë do preja pamje, edhe unë aty me ardhë. Thash du vllai Halimit I madh I Moni, e folë. Disa fjallë, thash unë, për ju thamë, nëse dalë po ta, di që të shkojë, nëse dalë, unë do milion shpinë më zekë, kur s'ka bërnu, mas Halimit të jemë vetëmi. Edhe du mi bo më zekë. Anë I tha. Edhe për aty që më ka lind ideja, për mi bo më zekë, edhe unë, do më thonë, I kom nusët ka në 50 gjysë kam prit, me si është konë nusët, unë nisi kom bo fotografit, se unë fotografit që shenë konë, nuk I kom e kërë, si kom livis për venin, si mi arë mas luftës në shpejt që kom në 3 mujtë aty të nona, nuk kom livis fotografit që ashtu shenë konë, veç ka I kom shumë, I kom rrit, I kom boja marrë tek që kjo, masa që koshën një dalë, I kom tërgu që kam qenë mi bo shpinë në zë. Zonjën Ferdonie Çerkezi, mirupafshim në intervistat e tjera.